Kujt e muzikës rock pushtuan mbrëmjen e dieshme qytetin e Gurt. Ishin artistët Vedat Ademi, Aurel Gjini e grupet muzikore Elita 5 e Rull që me performancat live ndezën atmosferën në qytetin magjik të Gjirokastrës. Sot po organizojmë edicionin e 6 të Gjirokastra Rocks Festival, këtu në qytetin tonë të Gurt të Gjirokastrës. Është vazhdimi i një tradite kulturore të cilën ne po mundohemi ta konsolidojmë në vazhdim, duke qenë se po angazhojmë vetëm artistët shqiptarë nga të gjitha trevat. Këtë vit kemi 5 band që marrin pjesë, të cilët janë Rull, Elita 5, Vedat Ademi, Aurel Gjini, por si surprizë le të themi apo mbështetje për brezat e rinj, të cilët janë të talentuar në këtë rrymë muzikore, janë banda dhe Celos, janë dy të talentuar nga Gjirokastra, të cilët jetojnë në Londër dhe kanë ardhur sot të performojnë në qytetin e tyre të përjardhjes, le të themi. Në bazë të le të themi të interesit të audiencës, do të kemi një pjesëmarrje 600-700 veta, të cilët mendoj që do krijojnë një atmosferë shumë të këndshme, si për vendasit, ashtu edhe për vizitorët të cilët do t'i kemi për një natë në Gjirokastër. Unë jam Gjergj Kaçinari, vi me Rull me grupin. Jemi për herë të parë në Gjirokastra Rocks. Është emocion shumë i bukur. Shpresoj të përcjellim gjithë atë energjinë tonë të njerëzit edhe besoj që kam qenë një natë shumë e bukur. Ky event bëri bashkë në Odeonin e Gurt, të apasionuar pas kësaj muzike, por edhe turistë që kjo fundjavë i gjeti në Gjirokastër. Të tilla aktivitete do ta shoqërojnë çdo që vjen në Gjirokastër gjatë kësaj vere. Bashkia e qytetit ka një kalendar të detajuar të organizimeve kulturore dhe artistike. Gjirokastra Rock Festival është një organizim i Ministrisë së Turizmit, Bashkisë Gjirokastër dhe TIT Gjirokastra.